po Zoti ka njëherë na bën që ne me dështu edhe me pa ne botën. Femrat vetëm duhet me vazhdu me qenë ma të pavarura me luftu vetë. Mos me prit gjithmonë prej burrit, prej vllaut, prej babit. A ka momente kur je ndjer e pamotivuar për jetën? Plot. Do me thonë, ka pas shumë momente ku unë nuk kam qenë motivume, po që e kom kuptu që njeriu nuk mundet me funksionu një jetë nëse prat veç me qenë i motivum. Njeriu një jetë funksionon kur është i disiplinum, pra që ecë përpara edhe me ato dhimbjet. E nëse e kisha nda një rast ku unë e di që kam qenë plotësisht e pa motivume për me vazhdu përpara në karrierën time sidomos, ka qenë vera e vitit 2024, ku ka pas shumë ndryshime në jetën time personale, edhe kam qenë mes dy rrugëve, a me undal, apo me vazhdu për qatë erën që unë gjithmonë e kam imaginu. Ka qenë një moment ku kam pauzu, e kam marrë një muj ditë pushim, kam pauzu edhe kam qesh e kam qarë jashtëzakonisht shumë. Edhe e kam kërku jashtëzakonisht shumë praninë e Zotit edhe atë rrugën se si me vazhdu përpara. Shpesh herë, ne si njerëz jemi të prirur që në raste të tilla me u dorëzu. Po është shumë mirë që me undal, me pauzu pak, ka njëherë zhag me shku njetë, po e rëndësishme mos me undal. Kështu që motivi mungon shpesh herë, po disiplina nuk duhet me mungu njetë. A beson se dhimbja është mësim për jetën, apo do ta shmangim sa më shumë? Kjo është gabimi që e bojmë ne si njerëz. Mendojmë që dhimbjen duhet me injoru. Dhimbjen kurrë nuk duhet me injoru. Dhimbja është miku më i mirë i njeriut. Dhimbjen duhet me përqafu, duhet me marë, me reflektu, edhe me fundja dhimbja të paralajmëron ty kur diçka o keq. Dhimbja e ndryshon njeriu për mirë. Dhimbja tregon që ti ka ardhur koha me bën një ndryshim në jetën tënde. E njerëzit e injorojnë. Dhimbjen duhet me marë, pra po thëmë, me e forcu tek vetja jote, me reflektu edhe me vazhdu në një jetë përpara. Mendimi yt për suksesin? Shpat, ne gjithë punojmë natë e ditë për me qenë të famshëm, për sukses, edhe për me na pa bota sa të famshëm jemi. Po Zoti ka njëherë na bën që ne me dështu edhe me pa ne botën. E kështu që sukses për mua gjithmonë jam mundu me prodhu produkte televizive ku jam afër njerëzve, ku jam afër dhimbjeve të tyre që i kalojnë edhe me ju gjend në momentet e tyre të vështira. Sukses për mua është nëse një njeriu ja rikthej buzëqeshjen në fund të ditës. A je ndjer ndonjëherë e tradhtuar deri më tani, nëse po nga shoqëria apo partneri? Nuk jam ndjer kur e tradhtuar, fatmirësisht gjithmonë kam qenë e bekuar me njerëz të mirë afër vetes time. Nuk ndjem kaq nëse ndodh diçka e keqe nga një njeri që nuk ka shumë relevancë në jetën time. Po rëndësishme është që njerëzit e mi, familja jam, shoqëria edhe rrethi i punës kanë qenë gjithmonë shumë mirë edhe kemi qenë gjithmonë në lidhje shumë të hapura dhe të mira. Momenti yt më emocional në karrierë apo jetën tënde deri më tani? Momenti më emocional në karrierë ka qenë kur ne, përmes emisionit Zgjohë, ja kemi mundësu një nane, një banesë, e cila ka qenë në kushte shumë të vështira dhe ka qenë me 2 fëmijë shumë të sëmurë, po ashtu ka qenë edhe shtatzanë. Momentin që ne i kemi mundësu një pension dhe ja kemi mundësu një banesë, për mu do më thonë e di që kam qenë gjatë gjithë emisionit duke qajt edhe ka qenë momenti që kur në jetën time nuk ka me harru. So shpesh e shikon veten e pasqyrë dhe i thua vetes so seksi që jam? Kur? Do më thonë, unë nuk krenohem kur njët me pamjen fizike, se gjithmonë thëmë këto janë meritat të Zotit, po gjithmonë krenohem për karakterin që e ndërtoj njët. E për këta ndalëm dhe i thonë vetën të pasqyre, bravo për ata që ju të ndërtu dhe për energjin që e ke, po jo për pamjen fizike. Kjo është diçka që sot e ke dhe nesër mundesh me e humbë. Një partner me shumë paro apo me shumë dashni? Me shumë dashni. Dashnia është hyjnore, dashnia është dhurata më e mirë në jetë, e që njerëzit fatkeqësisht sot e kanë lënë anash më shumë se asnjëherë tjetër. A beson se meshkujt kosovar janë bërë princesha? Nuk e di. Nuk i përgjithsoj. Nuk i përgjithsoj. Ka meshkuj që janë të mirë, po ka dhe prej atyre që ka nevojë për përmirësim, të them.
Por a beson se dashuria është bërë më e komplikuar në epokën e rrjeteve sociale? Po, sepse bota është bërë shumë sipërfaqësore. Njerëzit pak sikur na ka marrë anën pak kjo pamja jeta luksoze, ajo që e paraqesin në rrjetet sociale, edhe është harru se duhet me u vlerësu sinqeriteti, respekti, dashnia, ai njerëzillokun në fund të ditës, e pak rrjetet sociale sikur na i kanë gatru gjanat. Si duhet ta bëj një mashkull për vete erën? Ndoshta mi pas pak ato tiparët e babajte, një njeri, do me thënë, në ratë parë që din me respektu, që është punëtor, që është besnik, edhe që në fund të ditës vlerëson për ato që ti je.